Mande jenë shpërnda, jenë ka gjallarët Hoxha Sabit Gashi a shku në Sarek, Hoxha Arsim Marina me këtë grupin këty në Gjakon, Smolic, jenë shpërnda se cilin zonat vetat. Kjo ka ndodhë në korrekt 98-ës, kur grupi hoxhallarëve, shumica jenë kanë studenta, komandante kanë pos Hoxhën Ekrem Avdion në Drenicë në Bergaz. Mandej, kur ka fillu ushtëria shqiptare e Kosovës mu shpërnda, kanë shku se cilin zonat veta. E takimi jem me ta u ka kur kanë ardhë do djelmoshat Gjakovës, është Naim Berisha, Isa Halilaj, Ramiz Berisha, edhe kur i kum taku për herë të parë, jenë kanë dy pacienta, njëni ako i plagosën kam, njëni ka pas diçka një problem me gjandra. Edhe kanë kërku ndim. Kur shkoj me trajtu, aty takojnë për herë të parë me mjekra, unë ndëgjova në atë kus. Apo din ndëgjova të thonë, jenë ardhë mujahidinat. Apo din u konë në atë ku, ako pak. Edhe po i marrë shënimet, se fatmirësisht qeshtë më kanë mështu 3 protokollat luftës, një mu ka djeg, edhe e kum ditarin. Edhe po i takoj, edhe po i marrë shënimet, edhe po ja bëjnë një shokut aty ushtarak, ka shku, që shmja mora emrat, të menu që në Arab. Edhe po më full Naimi Shqip, thash a din Shqip, apo shqiptar ma jam. Edhe aty jena njuf me Naimin, mande jenë shpërnda, jenë ka gjallarët Hoxha Sabit Gashi a shku në Sarek, Hoxha Arsim Marina me këtë grupin këty në Gjakon, Smolic, jenë shpërnda se cilin zonat vetat. A ka pos para gjykime ndaj tyne? Në shtab jo, jenë mirë prit, në shtab të unë për foli jenë mirë prit shumë, ka nejt 2 net, jenë ushqy, kanë pushu, edhe i këna për cilë, se fshati jonë, edhe shtabi jonë në kanë si koridor, komplet Kosovës, dhe kur kanë shku me marrë armatim, për shambull zona Karadakut, zona Lapit, kur kanë shku ushtarët, jenarë kanë pushu, edhe kanë shku në Shqipëri. Kanë këthy prapë kanë pushu, jenë shku në zonat veta. Jo, jenë mirë pritë shumë mirë, edhe kanë kalu shumë mirë me ta. Tash 27 vjetë mas luftës, është një farë tendencë kështë, me mohu rolin e hoxhallarëve, njerëzve fetarë, dhe me thonë, që i takojnë besimit islam. Qa do me thonë kjo për juve, pas e një konë prej ofër e keni po luftën? Cili është roli i hoxhallarëve, pikërisht? Nuk fillon me luftën, unë gjithmonë e thëmë ata shakun përjetu vetë, shakun po vetë, shakun prek vetë. Unë e nisi prej vitet në 10 për gjamia të shkolla, për shambull në Gjakovë një kanë shkollë të mesme, në kanë 2 gjamia që i kanë hop dyrt, edhe i kanë kry studentat studimet në gjamia. Mandi në kanë gjamia shtabe, vendstrehime, të ushtarëve të armatimit, sukur që vlenë me cekë për shambull gjamin e fshatit Broj, është thuesje një ndër armatimet e para në Kosovë që u lokalizu dhe u fsheh në gjami.